Azgan, ta nisim me ju, me qenë se e njeh mirë edhe Kosovën, a ka realisht frymë anti-UÇK në Kosovë tek majoranca, apo ky është një deputet i izoluar? Ka frymë anti-UÇK të vetëvendosjes dhe të patronazhistave të vetëvendosjes. Pse? Pse e konstaton? Kur them pse, si e konstaton? Sigurisht pra se... Është një rast i izoluar ky apo është rast i përsëritur? Jo, ky është rast i përsëritur. Pse? Kemi sulmin ndaj familjes Haradinaj. Kemi një skizofren që del midis peje dhe sulmon familjen Haradinaj. Korab Bajgora, babajnë e cilit e ka vrarë Zahir Pajaziti në vitin 1997 në Podujev, dhe familja ti është shpërngullur në pej. Kemi sulmin që i bëhet Hisni Guçatit, kryetari i shoqatës veteranëve të luftës së Kosovës, një njeri që ka 30 operacione në trup. Pra ka një orkestrim të patronazhistave të vetëvendosjes kundër UÇK-s, sepse po shkojmë drejt aktit final të vendimit të gjykatës së Hagës. Kurse a kanë mbështetje UÇK-ja, e kemi parë me mitingjet në Tiranë, në Shkup, në Prishtinë, në Hagë, në Strasburg, kanë një mbështetje masive të ushtrisë lirëtare të Kosovës, sepse ka realizuar ëndrrën shekullore të popullit të Dardanisë antike. Tani, Albin Kurti i tha vetëvendosja kështu, ajo kryetarja e grupit kështu, i tha ashtu, si tha kështu, si tha ashtu. Albin Kurti, po të dojë me mbështet UÇK, siç tha, pranon president Ramush Haradinaj. Albin Kurti, po dojë ta mbështes UÇK-n, propozon vetë Hashim Thaçin. Është i padënuar? Po. Është në Hagë? Mund ta bëj atë? Po diskutim. Una kam dalë deputet nga Burgu. Interesante, po jo, interesante kjo, se kisha dëgjuar ndonjëherë. Pra, Albin Kurti mund ta bëj këtë, që të propozonte, po pse PDK-ja vetë s'e propozon për shkak? Po sepse PDK-ja nuk e propozon të, sepse Albin Kurti bën lojë. Albin Kurti nuk e don Kosovën me president. Pse nuk e don? Albin Kurti ka firmuar marrëveshjen e Ohrit zotëri. E di çka ka marrëveshja e Ohrit? Marrëveshja e Ohrit që ka firmuar Albin Kurti, që Vjosa Osmani i quajti bixhoz, poker politik, marrëveshja e Albin Kurtit me Vučićin, është marrëveshja ekstraterritorialitetit. Është marrëveshja e vetë menaxhimit. Po. Janë dy teori shumë të rrezikshme, duke i shtuar këtu dhe teorinë e rrezikshme të kombit kosovar, që ende s'ka thënë asnjë fjalë Albin Kurti. Sepse ka një platformë, nëse shprehemi në mënyrë inxhinerike, ka një platformë anti-shqiptare ose pan-shqiptare. Pra, teoritë e goditjes në Kosovë, kombi kosovar. Dy teori që thash pak më sipër. Goditja faktorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, majorizimi, dhe goditja gjuhës shqipe, që vetë Albin Kurti ka deklaruar që gjuha shqipe s'ka qenë gjuhë zyrtare. Okej, atëherë po thua që gjithë të frym ti shpjegoj dy gjëra. Kundër UÇK-s e përfaqëson Albin Kurti, apo ka zëra që le themi se një parti mund të jetë me ka lloj individësh? Mund të jetë një parti. Jo, po pyes, po pyes. Dejona Mihali është këshilltari i Albin Kurtit. Asnjë diskutim i asnjë deputeti të vetëvendosjes nuk bëhet pa emiratuar Dejona Mihali. Çfarë pozicioni ka Dejona Mihali? Është shpallur në ngradën nga Isa Mustafa dhe e ka marrë Albin Kurti. E don më shumë Dejona Mihali Kosovën se Ramush Haradinaj apo se Hashim Thaçi?